dëgjova po shumë zhurmë edhe s'po merret vesh kush apo flet pe zhurmës, çdo të më shuran njëri tjetrit. Kështu ndodh zakonisht, edhe kur jeti i pranishëm nëpër studio, jo veç tek ne. Ti e di këtë? Po është shumë keq, se është kulturë. E para, ky futbollisti që ka lëshu kombëtarin e Kosovës për me lujt për kombëtarin e Shqipërisë ka bërë tradhti kombëtare. Është tradhti klasike. Është njësoj si kur ushtari, për shembull, nëse është në luftë në front atje, me ndrua frontin për shkak që ai armiku i jep ose më parë më shumë ose dikush tjetër, edhe thotë hajde ndroje vrirje në frontin. Kjo është, domethënë, e njëjta gjë. Është tradhti. Tash, a ka drejt ai me bë? Ka drejt me bë, gjithkush ka drejt me tradhtu. Por është tradhti, është turp, është marrë. Prandaj edhe unë këto peshot se disa në studio këty në duket krejt normal që dikush me bë tradhti kombëtare, o biznes. Biznesu me ndru pi klubit në klub, por me ndru kombëtaren është koqë një marrë e madhe. Nuk është që se bojnë, nuk kanë vishë të na, edhe në tjera vene bojnë. Po ata gjykohen për opinionit publik, gjykohen për atyre vendazve, kërkush ma nuk i merë ata seriozisht, në fund bavaki as vend për varë nuk i jepin aty në vendin e vetë për pas ati akti. Pse ai ka dashur të shku diku ku i japin më shumë pare. E dyta, nuk është sot e blen edhe këto edhe atje. Sa as këtu nuk e kitë sigur që të shtim vëj. Nëse se pagun. Jo, veç profesore... A pa nësë me ndërprej se... Shiko, se s'kam nevoj për avokat. Ta tha mendimin tem të folë që ka dush përstaj. Ajo që ka, do më thonë, nëse me ndonë gjithë që që blet me pare, gjithë që me pare, atë dashuria nuk është punë paresh. është diçka shumë më e shenjtë se sa pare. Njerëzit e kanë dhënë jetën. Lutfi Musiqi, që ka qenë inxhinier, ka pas mira pound rrogën atje në Londër, ka ardhur me luftu në Koshare, e ka dhënë jetën, u vdek. Ai nuk ka biznes i mirë. Po atë dashuri. E ka dhënë jetën për Kosovë. Ati biznisi, kur qysh nuk e ka qitë që me ardhë atje me rreziku jetën, e me lonë gjithë atë rrogë që e ka pas në Londër si inxhinieri që konë kulminant. Po, këto nuk shihen, nuk sfigohen vetëm me pare. Kur të përfundon... Por, une desha me sfigu pse po ndodh kjo të në Kosovë. Po ndodh për shkak që tash nuk më me fajsu. Dhe më thonë një 19 vjeçar, 20 vjeçar, sa mund t'i këtë pas sa vjetaj djale që ka bo këtë tradhti kombëtare, sepse ai në atmosferën në Kosovë që po krijohet, jo vetëm nga në sport, po edhe në ratë parë në politikë, ku edhe për festën e pavarësisë Kosovës ma shumë qesin flamujt Shqipnisë se sa flamujt Kosovës, natyrisht që e banë mundje të turprum me lujt për Kosovën dhe i do këtë ma nder me lujt për Shqipninë. E këtë duhet me shmang, këtë duhet me shmang edhe emisionet televizive duhet me obot qartë njerëzve që mos me vepru ashtu, sepse na jetojmë Kosovë, vendi jonë është Kosova, edhe për Kosovën duhet me luftu, për Kosovën duhet me lujt, në gjyrat e Kosovës duhet me mbrojt, ato